Tërmeti me magnitud 4 zgjon banorët e Elbasanit dhe zonave përreth. Një tërmet me magnitud 4 është regjistruar mëngjesin e sotëm rreth orës 7:52 me epiqendër në zonën malore mes Elbasanit dhe Gramshit, rreth 15 kilometra në lindje, juglindje të Elbasanit. Lëkundjet janë ndier në Elbasan, Gramsh, Librazh dhe në disa zona të tjera përreth, duke shkaktuar shqetësim tek banorët. Sipas të dhënave paraprake, tërmeti ka patur një thellësi prej 15 kilometrash. Deri më tani nuk janë raportuar dëme materiale apo persona të lënduar. Autoritetet nuk kanë njoftuar për probleme të shkaktuara nga lëkundjet sismike.